Nga rrugët e mbushura me tifoz deri në pallatin presidencial, kjo është historia e pazakonte Merlinit, Rosakut që është ndërruar në një fenomen viral gjatë Kupës së Botës dhe që tashmë konsiderohet maskota jo zyrtare e turneut. Të hënën, Merlin u prit në një takim të veçantë nga presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum, gjatë një konferencë publike në Mexico City. Rosaku u bë i famshëm pas ndeshjes së hapëse të Kupës së Botës më 11 qershor, ku u pa duke ecur me strumave festive në bulevardin e Reforma të kryeqytetit meksikan. Pamjet e tij me fanellën e ekipit kombëtar pushtuan në rrjetet sociale dhe e kthyen në një nga figurat më të dashura të turneut. Pronarja e tij, Carla Yvette Gomez, prezantoi Merlinin para presidentes si bebja e shtëpisë. Ajo tregoi se Rosaku ka një dietë të veçantë me ushqim për shpend, perime, fruta, peshq të vegjël dhe insekte, por ka edhe një dobësi të veçantë. Sipas saj, çdo të diel, Merlin shijon një taco me carnitas, një nga gatimet tradicionale më të njohura në Meksik. Merlini është vetëm 2 vjeç dhe ju dhurua familjes nga një klient. Ai njihet gjithashtu për kopusët e vogla që mban në këmbë për të mbrojtur putrat gjatë shëtitjeve të gjata, pasi sipas familjes së tij i pëlqen shumë të eci. Fama e papritur e Rosakut mund të sjellë përfitime edhe për familjen e tij. Pronarja ka bërë të ditur se po punon për regjistrimin e markës Merlin, ndërsa presidentja Sheinbaum deklaroi se familja do të marrë mbështetje, pa dhënë detaje të mëtejshme. Nga një dhuratë thjesht familjare në një simbol të Kupës së Botës, historia e Merlinit po vazhdon të fitojë zemrat e tifozëve jo vetëm në Meksik, por në mbar botën.